të nderuar nëna e baballar, motra e vëllezër, të nderuar përfaqësues të Lëvizjes Socialiste për Integrim, i nderuar zoti Agjinasto. Përpara se të bëj prezantimin tim, do dëshiroja t'ju shpreja të gjithëve ju mirënjohje më të mëdha, veçanërisht në emrin tuaj dhe në zërin tim, unë do doja t'i uroja mirëseardhjen kryetarit të Lëvizjes Socialiste për Integrim, zotit Ilir Meta, ashtu si që din të bëjnë vetëm Elbasanasit. Elbasan, qytet i bukur, në kërthis të Shqipërisë. Bite tu por si flutur, ju urojnë mirëseardhjen Ilir Metës së LSI-s. Gjatë gjithë kësaj periudhe, me vullnet të mirë dhe dëshirë të hekur tonën për të paraqitur para jush programin e LSI-s, mund t'ju them me bindjen e plot që kudo ku kemi shkuar dhe trokitur, kudo që kemi takuar, pam në sytë e Elbasanasve, në qytete dhe fshatra, dëshirën e zjarrt për ndryshim dhe për krajen pro Lëvizje Socialiste për Integrim. Të gjithë ne, të zgjedhur si kandidat për përfaqësim të forcës sonë politike, të nderuar për përzgjedhjen dhe krenar për forcën që përfaqësojmë, vim nga familje të thjeshta, por me tradita, dhe si përfaqësues dinjitos të trevës sonë. Ne vim për ju sot me një program konkret. Kemi dëgjuar hallet dhe problemet tuaja, por jemi edhe me dëshirën e mirë për t'i dhënë zgjidhje nevojave tuaja. LSI-a ka një plan konkret, një program konkret për gjithë vendin dhe për Elbasanin. Ne kemi mbështetur atë si Elbasanas, që besojmë se forca dhe potenca e LSI-s do të sjellë ndryshimin dhe ecjen përpara për qytetin tonë. Elbasani sot ka nevojë për punësim. Elbasanasit kanë primar mirëqenien e familjeve të tyre, mirëqenien që vjen nëpërmjet punësimit. 5 pikat e programit të LSI-s e mundsojnë atë nëpërmjet potencialeve dhe resurseve të qytetit tonë. Elbasani ka nevojë për ajër të pastër, eliminimin e ndotjeve që kushtojnë jetë njerëzish, ka nevojë për jetë të shëndetshme për qytetarët e tij, ka nevojë për infrastrukturë. Plani konkret i LSI-s e mundson një gjë të tillë. Elbasani ka nevojë për gjelbërim, për lulishte, parqet lulëzuara, me trëndafila, të cilave i konduam para arsit tan. Elbasani ka pasuri natyrore, kulturore, shpirtërore të papara, të cilat duhen shfrytzuar. Ka objekte historike me mjaft vlera, të cilat duhen evidentuar dhe ruajtur. Ka potenciale intelektuale, të cilat duhen afruar dhe shfrytzuar për të ardhmen e trevës dhe të vendit. Në planin konkret të LSI-s, të gjitha këto janë primare. Elbasani i Kongresit të Shkollës Shqipe, i hapjes e institutit të parë pedagogjik, i harmonisë dhe tolerancës fetare, i kolozëve të mëdhej, të arsimit, gjuhës, politikës, qyteti i parë i ngritjes së flamurit dhe i shpalljes së pavarësisë, meriton më shumë në lëmin e arsimit dhe të kulturës. Elbasani do të jetë qendër e ekselencës, qendër ku buron arsimi dhe kultura tradicionale. Vetëm fuqia e LSI-s sot do ta ngrejë vendin dhe vër atë në vendin që meriton. Elbasan, të eci më shpejt sot për të arritur atë që meritojmë vërtet nesër. Vetëm me LSI-n. Faleminderit Elbasani për mbështetjen që na jep, për bezimin tuaj sot, sepse ai është obligim për ne nesër. Ju ftoj të gjithëve për që të votoni për faqësuesit tuaj të LSI-s sot, për miqenien tuaj nesër. Votoni numrin 26, Lëvizjen Socialiste për Integrim. Ju falenderit!